Seanca paraprake për ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj në kuadër të fraksionit të dosjes së inceneratorit të Elbasanit është shtyrë për herë të parë nga gjykata e posaçme. Shkak për shtyrje është bërë mungesa e përgjigjes nga Pandeorit për mungesë të cilët ende nuk kanë konfirmuar marrjen dieni për zhvillimin e procesit gjyqësor. Për këtë arsye, gjykata ka urdhëruar rishpërndarjen e njoftimit në adresat përkatëse të akuzuarve. Seanca radhës është caktuar me datë 15 qershor, ku pritet verifikohet nëse janë plotësuar kushtet procedurale për vijimin e gjykimit paraprak. Arben Ahmetaj ndodhe në kërkim dhe nuk është i pranishëm në proces, ndërsa i përballet me një sër akuzash të ngritura nga SPAK. Sipas SPAK-ut, ish zëvendës kryeministri akuzohet për korrupsion pasiv në disa episode, pastrim parash në bashkëpunim dhe fshehje apo mosdeklarim pasurie në raste të tjera. Në dosjen hetimore përfshihen edhe akuza për përfitimet paligjshme financiare, ku përmendet një shumë rreth 93.500 euro i shpenzuar në një kazino në Maltë në vitin 2019, e cila sipas hetimeve nuk është deklaruar pranë ILDKP-s. Hetimet e SPAK-ut e lidhin Ahmetaj si një nga figurat qendrore në procesin e ngritjes së inceneratorëve, duke e konsideruar si propozues dhe mbështetës të projektit në qeveri, si dhe në lidhje me biznesmenin Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Sipas organit të akuzës, këta të fundit dyshohet se kanë përfituar kontrata publike dhe kanë korruptuar zyrtarë të lartë, përfshirë Ahmetajn, ndërsa në disa raste ai dyshohet se ka përfituar rreth 700.000 euro në formë rishfeti. Në të njëjtën dosje janë dërguar në gjykim dhe 10 persona të tjerë, përfshirë ish bashkëshorten dhe bashkëjetuesen e tij, të cilët akuzohen për pastrim parash dhe fshehje pasurie.